Edhe pse ndodhet shumë pranë Milodit dhe jo shumë larg bashkisë Kurbin, fshati Fershkopet është ndër më të lënit pasdore. Fershkopeti në fakt duhet të ishte një fshat turistik pasi është përfshirë në paketën e 100 fshatrave turistik të planifikuar për të investuar në to nga qeveria. Por jo vetëm që nuk u kthye në fshat turistik, përkundrazi, fshati, thon banorët, tashmë është braktisur totalisht nga të gjitha institucionet qendrore e vendore. Rrugë të shkatëruara, linjë elektrike e cila kalon nëpër pemë, banesa të braktisura, mungesë të ujit të pijshëm, shërbim shëndetësor që nuk funksionon, janë këto probleme me të cilat përballesh sapo të futesh në fshatin Fershkopet, i cili në të vërtetë nuk ndodhet më shumë se 2 kilometra larg rrugës nacionale Burrel-Skuraj. Banorët e fshatit thonë se janë të braktisur totalisht nga Bashkia Kurbin, e cila kujtohet për ta vetëm në ndonjë fushatë elektorale. Ata shprehen se kur ka zgjedhje politikanët e të gjitha niveleve ju agjen shtëpit për të kërkuar votën, por sapo zgjedhjet mbarojnë askush nuk duket më në fshat. Rruga është ndër faktorët kryesorë të këtij fshati që është braktisur nga banorët e tij. Një pjesë rrugë e kanë shtruar me beton vullnetarisht vetë banorët. Rruga shumë e dëmtuar. Sa herë kanë ardhur kanë dhënë premtime për fushata, asnjë gjë s'kanë bërë. Edhe i rrugë, edhe makinë çavarë se kanë lëshuar, vetëm fshatarët që kanë bërë me xhepat e vet. Asnjëherë nuk ka ardhur shteti me vu dorë. Sa herë shem kemi vu fadromat, i kemi paguajt vetë në fshatarët. Me hap rrugën, sa është mbyll sa herë për shiu. Fshati është të degraduar fare, nuk ka njerëz janë të ikë ditë për ditë. Vetëm për infrastrukturën. Vetëm për infrastrukturës. Rrugë nuk ka, po nuk ke rrugë s'ke të ardhën. Fshati jon, me thënë drejtën, vujmë shumë rrugën, sepse rruga është shpirti, si e thon asaj fjalës, sepse fshati jon ka dhe historina. Ne kina kish në Shëngjërgjit që nollet atje sipër, po ta shofish edhe veshe, që ka shumë histori kisha Shëngjërgjit. Këtu vetëm vini herë në 2 vjet, marrin çdo vota se na gjojnë shtëpiat për herë në 2 vjet. Me furgona, me kuaj, me gjona në hallpa në gjithë s'kan. Kurse për tjetër, këtu s'do me ditë shteti, a ka banor, a s'ka banor, as i gjë vetëm. Votat e në hikim thot, e në mirë pafshim mas 2 vjeç tjera. Pra, a i në Europë, as i në Europë, ne nuk e di, jetojmë me sijet, as jetojmë. Të kërkësh rrugë drita ujnë 2025-ën, është mi fjalë që me thënë ty janë gjanat më skandaloze. Për 2 kilometra rrugë, shife që banë, për 2 kilometra rrugë, këtu hikun, u shpëvësu, s'ka ma, kanë ngell 2-3 shtëpia, kanë ngell të vjetrit, rinia hiku, nuk kena pse të bëjmë thirrje o rinin në loni, sepse s'kanë pse unë alu, sepse institucionet nuk nëllën kërkon. Por s'ka, kur s'kena shtet, nuk ka, se shteti e ka avu menin me fletxhun, që 2 vjet të votat e në shtet mirë pa. Kjo që shikoni ju, për pjesën e betonit, po, që më dolim të fiks, këte kanë shtru vullnetarisht banorët, nuk ka hyrë shteti kon. Fare kanë bërë banorët, që kanë copa, kanë shtru ku kanë qenë probleme, e kanë shtru me lekë të veta. Nuk ka bën shteti edhe 100 lekë më të vjetrin. Ratë tërmeti nuk duan me ditë për tërmetin. Hajde shive kullën këtu, është kulla këtu, është copë. Rruga është kryesorja, ambulanca e pe vet, domethënë se e ka mulu ferra. Nuk hapet vetëm e kanë bërë qendër votimi dhe nuk funksionon fare si ambulancë. Ndoshta me letra është si ambulancë, por nuk funksionon si ambulancë. E kemi marrë domethënë me bani një matje tensioni, në nim. Vetëm për votime, asgjë nuk i hapet dera. E kanë mulu ferrat, e kanë mulu shive vetë domethënë. Nuk edhe këtu e kemi rrugën e kemi marrë vetë. Domethënë, me investime vetë, me kanalizime vetë. As turbina më përprojnë atë nuk kanë vu. Turbinat. Kam pas raste si ka shku makina në ujë, domethënë deri në shasit, mulu shasia. Domethënë me qellu kohë si rrebesh, domethënë të merr me vete. Ajrin e pastër një. Burimet me ujë, domethënë që i përmban vetë, i plotësim terreni, domethënë gjelbrimi, gjitha, domethënë kushtet mos e pyet për kushtet. E kemi mirëmbajt vetë, domethënë do të presim pemë, do të presim ato, vendos shtyllat vetë, komplet fondi jo, domethënë bashkë me shokët mi, domethënë. Edhe për shumë keq problem. Dhe fshatat ishin fshatat turistik, domethënë fshati Skuraj. Banorët thonë se dikur në Fershkopet banonin mbi 300 familje, ndërsa sot kanë mbetur shumë pak. Por po fushatat kanë ardhur sa herë na kanë mashtru, edhe kanë hikë s'kanë ardhur më. Ky ka qenë shumë banorë, kanë qenë dikur që folet përpara, kanë qenë rreth 300 shtëpi. Flas për para, tani kanë ngel, tani mund me thënë drejtë mund të jenë as 10 shtëpi janë. Ujti 1, rruga 2 dhe energjia janë shpirti i robit. Nuk ka shteti kërkon se ka vu dorën, as kërkon veç thot miropafshim, veç herë 2 vjet na kujtohet se ku jetojmë ne. Se kush janë ato ik poshtë me apost i thon. Po shtonë diel veç dalim këtu veç vim vizitojmë dhe hikim. Sa më bon, s'ke çfarë bon, këtu ka marrë vendi. Këtu shteti po na gjen, herë 2 vjet na gjen shtëpi, na thot se ku jetoni për vota.
Për tjetër gjë, mirupafshim. Shivi linjat, ja, shivi linjat që janë. Të amortizume, ja, shikoni këto. Këto besoj kanë mbi 40 vjet, 50 vjet që janë vonë, nuk janë vusat. Edhe mos e 40 vjet. Që, shive, ja, për lisa i kje aty, ja shiko aty, është mjerim totaler. Këtu është makese mesjet, është gjinaf sepse është një fshat me zhvillim. Është ndërriqim fshata turistik, nuk është se është fshat i marum, i hup. Këtu ka marru vejnë e vllaz, disha me thanë, për zotën është pa fjalë. Premtime japin, vini herë 4 vjet kur kanë votim. I herë 2 vjet. I herë 2 vjet, i herë 4 vjet. Kështu sikur ju intereson aty në domethënë. Edhe nuk jemi ishull, mes ishullit. Nuk kemi asilloj gjaje. Ki fshat me salla ajri pastër, fshat turistike. Ne jemi këtë harum. Nuk ka dorë, as nuk shifet një pushtetar. Ina tu jetu me shpresa, po jemi drejt zhvendosis edhe ne, domethënë nuk bëhet laf. Drejt largimit s'ka. Kam investu, kam bërë shtëpinë, investo për rrugët, investo për i pikuj me pas në borë. E s'pyet kërkush. Banorët e Fershkopetit thonë se kanë humbur tashmë shpresën që fshati do të rigjallërohet si dikur me të rinjët të reja që ndërtonin jetën aty dhe i shërbenin atij.